Ishte vetëm 4 vjeç, por kujtimet nga lufta I ka ende të freskëta. Kjo shtëpi në Kopileshë të epërm, që këtë shtunë u shënua me një pllakë përkujtimore për rolin e saj gjatë luftës, për Armend Abazin është më tepër se një vend historie. Derisa në njën nga otat e kësaj shtëpie qëndron të shtabi I ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në pjesët e tjera strehoshin civil që kërkonin mbrojtje nga sulmet e forcave serbe. Sot në ditën kur u zbulua pllaka përkujtimore, ai rikthen kujtimet nga ajo kohë. Me 5 mars është vendos shtabi OÇK-s këtë. Poshtë ka qëndru të shtëpia në podrum, kanë qëndru pjesa civile që kanë orë nga gjithë fshatët rreth që janë rreth Kopileshit të epërm, që kanë qëndru në shtëpinë e podrumit tona. Kjo ka qenë uda, do më thonë këtu janë morë vendime që qysh me sulmu ose qysh me dalë ballë kundër serbe. Ai tregon se në këtë shtëpi strehoheshin edhe banorë nga fshatrat e ndryshëm të Drenicës. Megjithse ishte shumë I vogël, Armendi thotë se ende I kujton momentet kur familja e tij përpiqej të mbrojë nga granatimet. Unë kam qenë, sa moj men, do më thonë jam konë 4 vjetë, unë moj men e kam kujtimin shumë fresk kur najna konë komplet që të mbrojt prej forcave serbe. Unë moj men që këtu do më thonë ka ra bumja ofër neve, do më thonë granatat që kanë ra ofër kur najna konë këtu. Heri na vendos podrum, herë këtu edhe nalë ka qëndru shtabi OÇK-s. Prej komunës Skënderajit në përgjithësi komplet ka pas ka secili fshat që kanë ardhur me gjej strejk këtu te na. E sot kur kjo shtëpi u shënua me një pllakë përkujtimore, ai thotë se për familjen e tij është një moment I veçantë. Për neve shumë emocion kur vlerësohet edhe prej të gjithëve ajo që na kena bë. Normal se na ato kushte ose sa nuk e menojna që na kena bë diçka për emër më lavdose diçka, por thjesht kena pas mundësi me u gjinë sikur popullatës civile ashtu edhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas Abazit, në atë kohë kontributi nuk ishte vetëm I luftëtarëve në front, por edhe I familjeve që kujdeseshin për civilët dhe ushtarët.